Pasë të odor në kishë. Ja, në fund. Unë bëra gati. 42-shi, episodi numër 42. 41 më vë. Apo ke bërë nga 21 është gjendje. Ke bërë mungesa, Do ta përshëndesim atë shokun tuaj. Toni Timjo. Faleminderit nga Toni. Toni. E ke blerë të përdorur, po rrofsh. E pra nisi miq të dashur. Sot kemi Anton Pascal Bello. Anton Bello sot. Shemri plakut Pascal. Babi, se nuk e them plakut, se ja 60 vjet që mbushi tani. Edhe unë që më thënë atë kërkesë të Elmazajdini. Maz është plakut, nuk është. Po di, Bravo. Kush është ai baba në Shqipëri që i lind çuni si ta vësh emrin Ergest Elmaz 2. Futi Nazare dhe Lima. Nuk ta bën ajo të gjendja civile se për ton. Njerëzit kanë dy emra, ti me 3, ik mor. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Edhe shpresoj që të kesh shijuar sadopak Gjirokastrën. Shumë. Besoj Kalana e vizitove na fillimit. E pash nga larg. Se gjë e parë që ta dinë njerëzit. Erdha këtu, takova Ergesin dhe më tha, duhet të vizitosh Kalan, tha. Thashun, duket që këtu. Kaq. Po është dhe ai mikrobi i Gjirokastës, si vjen edhe bëhesh pak më i kursyer, pak më edhe me hapa. He. Ndërkohë që në gjithë botën është ajo totalja e hapave në ditë duhet të bësh 10.000, këtu është 5. Jo, më pak. Më pak se 5. Sepse po ta shumëzosh me malore është herë 2 çdo jetë. Shumë malore ka këtu. Qa po ndodh? Është dizajuar Rostoi. Qa po? Vaj. Ka qenë te Corneri, ku bënim në stand-up comedy në Tiranë, që ishte mbyll Corneri, kishim portretin e Enver Hoxhës në banjo. E kishim muzikë në banjo. E bramish e shikon që është edhe diku tjetër. Që na ka qenë, pe unë bëja urinën, shikoja dhe është nga to. Është emblema jonë. Ata që se vën foto vëlla e mbajnë në zëmër janë të fshet njerëziture, mos e shikoj me kapele, me yll të kuq. Po yll të kuq përse përdorin atë kohë, se kanë pas shumë këta që Internacionalja Komuniste baba. Ajo që si ekip futboll. Ta losim dysh Internacionalja Komuniste. Kush lo sot Internacionalja Komuniste me Apollonin? Lëro. Desha nisëm keq edhe me Antonin. Jo. Desh na nisi. Patëm me probleme teknike. Puna e Erlindë. Po s'ka lidhje me politikën ai, nuk e ndjek tërë sllogu. Jo. Unë e vetëm lidhje që kam me politikën është që i shaj shumë të gjithë. Të gjithë. Tani avash tani të gjithë. Njeriu duhet të si thaj, duhet ta dredhi, e kupton? Kur të vinë ata do shash këtë aty. Po kur të vinë ato? Kur të vinë ato nuk do të shaj. Me që rallafit e ato çka kemi ne këtu prezent në ato? Në ato kemi koktejlet shumë të shijshme që pihen direkt nga shishja. Por që unë ka marrë një gotë me aku, e kupton. Kush e ka lënë këtë të bëj reklama? Faleminderit shumë Tani, Serdiani dhe Martini për to koktejlet të mrekullueshme. Jo, janë lart. Kur nuk do të çash trapin që të përzihesh një gjë me një gjë, është gati. Po. Edhe atë merr. Ja, okay. Kemi edhe birën Budweiser. Jemi si në Amerikë, thashëm blat. Budweiseri. Jo, po kjo është çeke, se ka dhe amerikane, po kjo është çeke. Do ta bëjmë share një ditë në te Instagrami, është një këngë që ka kënduar Sylvester Stallone për Budweiser. Vërtet? Po, këngë. Stallone s'këndon kur këngë, po të vetëm me këngë që ka kënduar. Po. Ka për këngë Stallone. Gjithashtu kemi dhe kafe Frank, cappuccino pistachio, Irish cappuccino. Kemi ujë mburimi. Faleminderit çunave për këto produkte. Se uji është jetë. Ishte çuditur një më doli rastësisht, e ke parasysh kur ndjek dikën në Facebook që hap profilin edhe dalin 20 profile të tjera? Edhe pasa do të ndjekësh dhe këta. Hapa një nga këta persona. Një histori po kujtoma pak më. Hapa një nga këta persona dhe që një grua nga Gjakova, nuk e di, nga një zonë e jugut të Kosovës, edhe kishte hedhë postimi i parë, kishte ajo që te qafe Kozarit me ujë burimi, e thoshte në Gjakovë. Ujërat kosovar tashmë gjenden edhe në jug të Shqipërisë, thoshte. Edhe mu duksia me muzikën, që na pushtoi muzika, do me thënë repi kosovar, do me thënë geg, jo kosovar.
Ti je nga Pogradeci edhe këndon Allah i le birë. Qa po ndodh? Faleminderit Tonit e jetë. Faleminderit Tonit. Tonit. Gjithashtu duhet falenderoj edhe Fura restorante Qafe Pazarit. Do shkosh pastaj. Atje do atë dark sot. Bravo, më dhe Fura. Po pse ka emrin Fura? Ka një furë. Ka qenë vërtet furë që në 1970 më duket. Forbuka. 1700 në 1790. Ka qenë furë e parë në qytetin Gjirokastër, tani është një nga restorantet më super. Antigonea 2000, faleminderit edhe servis Enea Shalari për audion edhe video. Servis makina është apo? Servis telefon. Telefona, se tash çfarë lidhje ka servis makina me audio? Ka për një reklam ai servisi makina. Me këto kaldrëme më bë për amortizator. Përveç kaldrëmeve, po tani si po vete se isha me një taksigjindit. Përshëndes të gjithë taksigjindit. Respekt edhe taksigjindit. Edhe nuk ja them emrin se këta marrin i nat, janë si berberat, po the emrin e njëri. Edhe taksi Bushi Sarand. Se në Sarand s'ka që i bërë, janë Sarand. Bushi i më i mirë. Edhe më thotë, ore, janë bërë makina si telefona, tani thash do gjë elektrike, kjo elektrike ajo, edhe nuk do ta çojmë te mekaniko, ta çojmë në servis telefonash. Kështu edhe Enea mund të bëhet vetë një ditë. Duhet të hapi një garazh aty. Do fillojnë çuna. Më të vesh me makinë për punon Bluetooth. Fillove ka çarë atje. Do të them një histori atë që për mund i bërva këto që të dalin në Instagram që kërkon. Facebook. Një miku ton, Timi dhe Iberos, që po ta përmend tani shumë veta, o ta njohin direkt që nga muhabeti që bëju. Shtej. Është miku ton. Jo, Timi me ju, Është i shëndosh. Jo, është punon. Shëndosh edhe shikon nga undi? Po mendoja Remin ose Maqe. Një miku jon tani kishte marrë telefonin edhe vendosa tha që të fshija në Google tha të gjitha historiku tha. Edhe se doja të bëja një update telefoni çka aty. Edhe mora tha, i fshiva të tërë, më vjen një email nga Google tha. Je i sigurt që do t'i fshish këto dy faqe? Ishin më të përdorura. Dy faqe. Edhe njëra fitonte me X. Tjetra që si mi dashje. Vetëm me po. E kupton që ka bërë telefonin zotri. Njëra porno, njëra skedina. Ore. Jo, që do t'ja porno. Si, po i thash, njësa po no. Mendova njëta, po i thash njësa. Kisha mos i harroja. Sepse do të thënë, duke hapur shumë herë një faqe, ton të bëhet si kështu ajo. Edhe të thotë edhe Google, ore, je sigurt që ajo të bëhet si ves në fakt valla. Ajo faqe. bëhet si tel me shpirti. Cigaria. Të bëni edhe telefoni ose qive rom çapo bën. Ke parasysh që Çapo bën. ka Spotify thotë këngët më të dëgjuara të vitit, kurse Google-i do nxjerrë faqet më të hapura të vitit, më. O zot. Shumë keq muhabeti. Ne kemi një kështu këtu që të bëhesh viral te podcasti, duhet të jesh i shëndosh, pak beyond. E vjeva. Edhe jo ti plotson të gjitha kushtet. Beyond un? Yes, edhe Remi është i shëndosh, dhe beyond edhe Naqa. Po jo, Naqa është shumë beyond, janë tjerë. Po Naqa e ruan mjekrën. Le atëm një mustaqe këtu vetëm. Një mustaqe ka ndajë. Naqa është ai që tha keni para tona greku. Ai që vajti në gëlqyr. Jo me ka parë Naqa. Ai që vajti në gëlqyr se të tëra ashtu e njohin, ose Naqa Stroma ose vajta në gëlqyr. Mora një kafe 500 lekë. Jo, se edhe në parë që kemi folur bashkë për të bërë podcastin, më ka thënë dua të vë një herë me Naqen aty të bëni muhabet. Po është pak keq se ai jeton në Janin. Po jo, Naqa është mirë se jeton në Janin. Ai tjetri siguracion makine për të vajtë në Janin. Po e paguan me gjithë zemër sepse Janina është nga pas malit tush, kurse Remi Zeko jeton në Moskë. Ai tjetri është në Moskë, në Rusi. Qa kërkon në Moskë? Preri është jemi ne. A shumë e ka marrë madhe për komunizmin sa ka vajtë në Moskë? Jo, po. Ai tha me që na morën tokat ne këtu tha. Ti vëmë ti pushtë. Edhe do vetë do Ktheu të faqe. Zoti më. Anton, po na thuaj ndonjë gjë të bukur Anton. Sepse ndjekësit nuk duan të dëgjojnë vetëm. Mos ai s'është në punë tani, të rrjedhi. Jo, le të rrjedhi ka thënë. Jo, bleroj mos më keq kuptoj. Jo ndonjë gjë të për fëmrat për shkak. Ç'mendon ti për fëmrat? Flet do.
Shiko, femrat janë gjëja më e mirë që ka bota. Po, dhe këtu jemi. Përveç 4-5 ditëve në muaj janë gjëra. Përveç 4-5. Jo, e di pse është kjo ideja se jemi në podcast, jo, vetëm kur dalin sponsorat e shtyn. Po, çdo, Jo, po jemi dhe ne meshkujt pa kara në përgjithësi, e kupton? Pak. Se themi jemi ne meshkujt kara jemi, se ke punë me pitin. do lodhesh. Jo, jemi ne në kuptimin që ne e lidhim atë humorin e femrave e lidhim me ato. E kupton? Është me ato do jetë me nerva. Po i del gjak nga pidhi. Unë pres gishtin edhe mbiet fikët. Është heroin një moment. Edhe thot mirë Erion Braçja. Po ti gishtin se pret muaj për muaj, valla, më pret një herë. Varet si mësohem. Po më pëlqeu herën e parë presnë të dytën. Ka thënë mirë Erion Braçja, ato ditë duhet të marrin leje të paguara, vëlla. Mos na çojnë trapin e ne. Duket se në këto vende nordike është bër në Suedia, në Danimark, nuk e di ku ishte që është bër. Po, kur kanë ato thonat marrin leje. Po, të paguara. Po neve ne s'marrim dot leje kështu normalisht që po presësh gishtin. I thua shefi dua të ikim me pushime, do ti thot ai, po s'dua unë. Ja, no. Vesh në punë. Ja, do të flasim për punën. Flasim mirë për punën. Po si është rutina? Rutina ime? Rutina jote. Kam gjetur punë nga shtëpia. Super fare. Fix. Modra me pia. Fillon puna në 9, në 9:10 çohem unë. Çohem në 9:10, më shikon motra që është bërë gati për të ikur në punë, po më shikon me inat, se është gjuar në 7. Edhe unë që e shikoj kështu. Je voni thua. Unë kthej nga krau tjetër, e kupton se në 9:30 fillon, marrin lesh, e kupton? Po në krahasim se kam qenë në call center para kësaj, punoja deri në 1:30 të natës. Deri vetëm vendi thua mos thuaj i kompaninë. Te Connecta. Është në Tiranë. Po e di që është në Tiranë, po se di cila. Se unë kam punuar në Zogtëzin, ndaj. Aty. Po më pse e thash emrin, unë jam brava. E presim. Prije. Jo, ka qenë shërbim klienti për food delivery me italin. Just Eat. Po sa të shpifur janë italianët. Nuk e ke ide, ne kupton aty ta thoshte troçajo. Delivery ushimit nga restoranti te shtëpia 13 minuta në telefon ai është i ftohtë. Duan është 13 minuta. Mos ardh sushi i ftohtë. Po çfarë çapo bën? E kupton? Mikrovalës. Po si mund të vi sushi i ftohtë? Është puna e Barsaletës që vetë plagu edhe pret në radhë për të marrë akullore. E priti, ishin 20 veta para, merri pari, merri dyti, merri treti, erdhi radha e plakut. Si e do xhaxhi tha ajo, i tha xhaxhi një me çokoladë, një me kështu të bardhë. Mirë, ja bëri e mori plaku, bëri 2 hapa e lëpiu u kthye. Po ti me putanë mundi tha, unë prita gjysmë ore ti ma dhe të ftohtë këtë tha. Akullore. Sushi ftohtë, një modër. Jo, ishte edhe tani kam rënë radhë me punën, jam mirë mëndërisht. Aq sa mund të jem sigurisht. Aq sa mund të jem mirë mëndërisht. Përpiqem to. Në Tiranë, e kupton? Tiranë sa del nga shtëpia je direkt me libër shtëpie. Ore, hap syt. O të qif. Po pse ndodh kjo se ne ku gjiro kafe kanë edhe këtu. Sa vjen në pazar që ashtu, e thua mirë mëngjes i tjetrit, e shikon rënd edhe sa njerëz. Jo, janë bërë dhe njerëzit janë bërë të ftohtë shumë. Po, nga se? Janë bërë shumë të ftohtë. Qoftë Covidi, qoftë jeta, qoftë nuk jam në trapi njeriu, nuk është si në komunizëm, që vuanim të gjithë bashkë. Të gjithë bashkë. Të vinte Yunan. Po të paktën e kupton e di që ishte një nivel. E kupton? Kurse tani të jep mend ai kurva me lekët e babit. E kupton? Të thotë po duhet të mundohesh në jetë. E si më vjen mua të vras plakun. Po jo. Po se unë s'doja të isha këtu. Ati unë gref një ditë me plakën time më bëri. Duhet të paguaj taksa, duhet të paguaj taksën e RTS-sht dhe faturë e ujit. E kupton mi? Po pse janë këto? Po nuk kam qesë më të shikoj televizori, Po RTS-ja si ka mundësi RTS-ja me kështu, nuk është evoluar fare me këto stand-up-e me
pjesën e humorit e këto ka ngel shumë pas. Është akoma komunizëm. Radio televizioni, nuk kam radio televizioni. Është si thua ç'a bënin atëra ata. Jo më këta komunistët që bënin kështu larje mendje. Këta radio televizioni shqiptar, që kanë. Shko të vëshia në vite kanë nxjerrë gjëra. Kanë nxjerrë prodhime të mira. Vëshia kemi parë kur ishim në vogël shikoni botrorin. Mbledheshim në shtëpi. Me atë se provon të vëshia. Kemi pas një televizor 20 veta. Mbledheshim komplet komshit atje shikoni futbollin. Po atë kush do t'i blinde atëre? S'ka pas Shako Hoxha atëre. S'ka mendon. Smet Bellova kush ishte në. Që Costa Grillo 12 vjeç. Ja më që Odisea në 1862 ka nisur komentin e parë në Angli. Ka komentuar Maradona në një torë. Qa brezie? 94. 94, domethënë ti i ke arritur si thua Jem mendërisht stabil, domethënë. I ke arritur. Çfarë thotë mendërisht stabil? Çfarë terma reaksionar? Po ta vësh re pas viteve 2000 nuk janë mirë fare. Nuk jo, po pas viteve 2000 mund të mos jenë mirë, po veten e din shumë mirë. Po ne përveç vetes të tjerat i dim domethënë. Ne e shohim që janë, e dim që jemi vetë jo mirë, po i shohim edhe të tjerët që janë mirë, e kupton? Kisha fjalën për ato lërat e çuditshme që merrim atë kanaçën e Coca-Colës, që japnim ato e fusnin në një kështu dhe ecëm me vrap e rrotulluesha si futuri. Ti e bëre 1500. Jo, po unë për veten time unë jam brezi 90-s. Shumë lëra që lonim neve, merrim kanaçën, e bënim si futuri, i bënim një shkop në mes e ecim me vrap kështu. Po, edhe rrotulluaj, po. Po ndër në 92-shin që merrim ato gjilet e asaj kuzhinjetës. Po. I hidhnim lonim me gjilet. Ore, kishte lëra të çuditshme. Tani këta, në atë kohë me gjile më po. Në atë kohë tani luajnë me gjile them po. Si, në atë anglash, po tani vetëm me 2 gjile. Në atë kohë kishte gjile pa fund, kaf kuzhinjete. Ato 2 gjile shpresojmë të luajnë të tjerët me to. By the way. Se po luajt e veta, të tjerat, jo të tjerat. Të tjerat, po. E kisha, se pastaj. Po se varet se mund të ketë mashkull që ndihet femër, e kupton? Jo, nuk jemi. Unë jam brenda time, jam kundra, nuk e di blerva, po që se ka. Po që se ka provuar. Normale që jam kundra. Po që se ka provuar. Normale që jam. Do ta them që unë vetëm për lesbike nuk jam kundra. Lesbiket janë pro lesbike. Jam i dakord atje. Atje edhe unë jam dakord. Pa. Si ta Berlusconi që të tërë kanë 25% gay tha, të gjithë meshkujt, vetëm se fati im i mirë thash, atë 25% që kam lesbike. Berlusconi ka pas sa thënie modrat. Berlusconi ka qenë. Të ishte Berlusconi në Shqipëri. Ishte një tip patosnan. Një tip patosnan, no? Po që nuk zgjati shumë. Sa zgjati patosi? 4 vjet? Pak vjet. Jo më si bëri asnjë 4 vjet. Nuk e 3 vjet e futën brenda. Donte ai që si puna ime nuk donte të punonte. Zonte punonte fare ai. Ai puna jote. Punonte nga shtëpia. Ai e ka shpikur të punosh nga shtëpia, bra. Fatos ka punon nga burgu, nuk ma fare. Në fatos në. Jo, shikoj, kisha fjalë të pyeta për brezin, çfarë brezia, sepse në ato kohra, unë mbaj mend shumë që mblidheshin lagje 10 fëmijë. Mblidheshin. Kishte harmoni. Dëgjuesh kishte prodhim. Po ku ka rindolozën tani është beton nga të katër anët apo? Nuk ka një. Nuk ka unë. Gjë, po për këto kemi Emigo Gagarin që i shpjegon më mirë. Nuk i është tjetër. Çaj më ngom ti mund vendi. Besoj është shumë i ndjekur edhe në Tiranë vini. Unë për vete të thash që kam parë që ajo video atëherë dhe më mek se flet me aq pasion, e kupton sa ai e ka shumë seriozisht, po mua më vjen për të gjeshur. Po gjigante se nuk e kanë të gjithë atë kurajon që ta thonë atë. Po ai ishte budalla në një. Që të ndryshosh botën duhet të jesh budalla. Shiko, ai ka një gjë që nuk është se e përpunon informacionin që i vjen, se shumë veta ka një problem shumë, i çara aty atukua në shtëpi komshiut e i bën fotografi dhe ja çon Eminit. Përshëndetje Emin, më çfarë këtu po e komshiut dhe po më rrjedh ujë te balkoni tim. Edhe ki e hedh direkt më. Si jeta ushqim.
Asi lloj vërtetimi. Jeta është jetë Gjirokastër. Është person fizik, jeta është jetë person fizik. Ishin. Çka si ChatGPT-a ishin. Ishin djeli lokal. Po, nuk e di se si e ka mbajtur të qeshun, se është tipi, është me tip. E merr një tip tani në telefon një xhaxha, një plak. Edhe si e çamon telefonin më afroi ti mua të gjë pak më tani. Po shëndetje i tha i nderuari Eminko Kalasi. Urdhroi takifon. Më ka gjetur Belaja i tha. Ai si Aldua. Mirë pula tha që na i han qënd, po na han edhe koqe vetë. Të shikosh qënd i tha, i pekse ti në kura më mirë nga muaj. Po pa njërë muaj me po ke ishtë plako. Do me thënë që është bërë, si thuash, ka një zëri i Gjirokastër. Gjirokastër e vetmja gjë që është, do me thënë, tamam 1000% ta them, demokratike është kjo mendimi pro dhe kundra qenëve. Ati ndahet qyteti tamam. Do me thënë ka një grup të madh që është kundra qenëve. Që të rrugës. Ore se ti shkon në shtëpi, gjen një band atje Peaky Blinders. Kanë edhe ato tani periudhën e çiftëzimit të Trivazit. Po, kurse të tjerë të Trivazit. Trivazi thon çiftëzimin? Trivazi është kur ta ka qefi. Kur vjen vërtet. Kështu si jam unë tërkohës, Trivazi. Trivaz po hoqi lule. Është avazi, pastaj është Trivazi. Te katër vazi. Katër vazi e ke unë për pare. Del me logje ndo rrugës. E do të pa filtra. Tige. Por si të lindi kjo idea për të marrë me komedie, për të bërë postime në ato? Ka qenë unë kam parë, domethënë stand-up i parë që kam parë, se ti që ke parë Joe Rogan e budalliqe e gjëra, ka qenë 13 vjeç, ka qenë Chris Rock. Ai që ngri goditjen në Ai që ngri shpullën. Baci, Paci? Bac. Po. Me P e di unë. Bac. Kjo, shpull është si... tha se po thoje për atë të... Okej, Paci zisht. Tha se po thoje për atë të vetë, jo për shpullën. Krisin jo. Edhe e ka Joey parë... Willy. E gjojti po. Edhe e ka parë me plakun. E kemi parë të dytë. Bën një stand-up komedi? Me shikoj një plaku, nuk të ka bërë E jep të Digitalbi. Me ka dhënë Digitalbi edhe plaku im ka qeshur me atë, që plaku im ato kohë që është vetëm me portokallin. Po, ajo që... E kupton dhe po e shikoj, çfarë ndodh. Po çon devolës me. Po dilte ai ku diun, ai që bënte policin atje. Kush e jepte atë Comedy Central apo kush? Ku? Të Chris Rock. Ka qenë te Digitalbi. Ka qenë te Tring Shqipa, diçka një budallik, po Tring tjetër. Jo, ka qenë te hoqën në puna direkt. Jo, ka qenë te Termavip. Te Bane Sporti. Ka qenë te ajo faqja që fshiu, ai çon po nga telefoni. Edhe aty më fiksoi si zhanër, se thash, ore ky është tek person me mikrofon në dorë dhe po qeshin 5000 veta atje. E kupton? Gjithmonë kam qenë në klasë ai banke fundit, e kupton, që bën njerëz për qeshur, e ulën fund autobusin në ekskursion. Mundohesh angacmoja po një mund, çe, kam qenë shëmtuar i vogël. Kam qenë shëmtuar i vogël. Që ne pa na shkaloj, nuk e kuptojnë njerëzit sa nga këto sa vuajnë rinia nga këto Instagramet e këto karliqe, do të thonë se nuk e merr refuzimin fytyr. E kuptoni, ne kur vinim në ekskursion... Po shumë mirë, bu. Jo, po jo mos të rrit shumë, unë kur vija në ekskursion, ishim ne 5 çuna të rreshtuar këtu dhe ishim 5 goca nga krau tjetër. E kuptoni, edhe tani ishem me çunat, ore të vetet I them, njëri të thoshe Ikthuaj, tjetri të thoshe ti butalla apo bën vetë, e kupton? Edhe vije I thoje, do ishte kërcejm, ajo të jo. Duhet të kthehesh në mes të komplet asaj pistës së kërcimit. Të mërzitur. Qatë tha, jo tani. Pak më vonë. Edhe e kam pasur qef që atëherë. Pastaj unë kam qenë jashtë Shqipërisë, e bram masterin në Selanik, punova në Amerikë një 6 muaj. Një 2 greqisht. Oq. Shpesh me njerëzit, I them atje kur vete Mia Cakulica I them te Mali. E pije të dredhur andej cigare? Jo, se pija. Po s'u plaqe haje? Pse? Vut.
Po e qi atë cigare andej. Jo, e lash para se ti ke andej. Edhe mi që e lash, aty 5 euro paketa që edhe unë student isha. Që e gani në me para. Shkon në Gjirokastra, sa vjen këtu, Gjirokratizohesh. Jo, po ka qenë e fortë, se dilim për jetë natë atjene, po unë rria te kampusi universitetit që ishte në Kodër. Do zbrisje me autobusin 58. Do zbrisje deri poshtë në orën 11, po në 11 nuk ishte me autobusa. Fillonin në 6 të mëngjesit prapë. Granica e mini. Ne do rinim jashtë deri në 6 se nuk merrnim taksi, se na binte nga 3 euro për kokë. Na binte nga 3 euro. Nisi për të një kujtoj. Se autobusi nuk e paguan e njeri, ishte 1 euro, po ata s'kishin fatorino, e fusjet e ajo moneda dhe nxirte biletën ajo. Se pagoi asnjëri atë në një vit që kemi ndonjë atje, merrje gjop po të kapnin. Unë një herë hypa në autobus Selanik se të më pres më fal, edhe se dia fare që ekzistonte kjo kështu. Unë futa e pash që s'kishte njëri dola ika. Ktu është stet social. Selaniku Oslo. E pi duanin këtu, ne pi. Me pi të tëra. Lej 5 mishe aty. Po mirë, po kjo se të shohim në postimet që bën, që i uron njerëzit me kafe në mëngjesit do bëj. Pse si uron me birë me brëmjes? Ju bëre si ajo moza. Apo me koktelin e mesditës. Unë kam pasur gjithmonë atë iden që po e quaj veten komedian edhe pse kam punë për të arritur te komediani, duhet jesh sa më afër njerëzve. Edhe e vërteta është që kafja është. Këtu në Shqipëri kafja është. Ti zgjohesh në mëngjes pi kafe. Le çaj edhe këta karat e këto karet koktelin në drimadh. E kupton, nuk e bëjnë dot të gjitha të vlla. Ai tjetri zgjuar nga gjumi, e di që do vjen në punë në Astir. I ka vajtur këtu në pikë të mëngjesit dhe do të pi kafe na i vlla. Po kafe në patjetër. Edhe e hedh atë kafen duke thënë, domethënë dua të them që shikoje se edhe unë që ndoshta jam person publik në thonjza, nuk kam se bëj. Okej, po nuk kam se bëj pordh kot. E kupton, nuk dua të shes një gjë që s'është. Je shumë natyrel. Dua të jem sa më afër me njerëzit. Edhe prandaj s'më marrin për të bërë reklama. Filluan një trend i ri tani, shumë i çuditshëm që inshallah se zbulojnë të gjitha nënat, që shikojnë pin kafen turke dhe e futin në chat GPT, pastaj po shikoj filxhanin. Lexon chat GPT-a filxhan? Po për zotin e madh. Se nuk e di këtë. Wow. Po jo ekspresin turke. Ku i vetëm mendja njerëzve. Po janë të fiksuar fare. Po ja tani që e the ti gati janë. Po do kalon në turke. Po do vë një kanatier edhe foto ti me unë. Në këndona. Çik mërkur aty. Ose krip, syri sobës edhe të bëj atë. Po brek atë. Ta bësh me voice, të filloj. Po të shkruaj ChatGPT-a, ke një me P. Ke një me P në jetën tënde. Po pela është tani, imagjino sikur zëri chatit në shqip të kishte një opsion koçar. Ai që lexonte filxhanin, një grua. E pas këtë dhjerbe të mbulte e mërnis. Do bësh ca rrugën, vlaçka. Do ishte e fort me çdo tekst ChatGPT-a. Jo, me teksin koçar jetë. Po të ishte chati i Shkodramesh, ajo gruaja, ajo që ka agjenci udhëtimesh. Ajo që bën si ma keni një Varza. Po të që në Gjirokastrit. Kimo! Jo, o që e mini, se e mini është me i zhvilluar nga AI. Kimi nxirjari. Unë kam bërë para një 3 vitesh në stand-up këtë ndryshimin e theksit, për kam bërë me seksin. Që ka qenë theksi kosovar me theksin korçar. Se kosovari është theks më i fortë. Takon njërin në klub ti thua ke tranu krejt loçk. Komet mor mbanesa, apo komet ta bëj qysh në lift. Që i thonë ashensori. Imagjinoj të njëjtën gjë me theks kosovar, me theks korçar, që vetë thua më keq mendur fare, bre. Të rënë të lapit ka në kokë. Do t'jeq breq ka qina ashensor, ka. Do të dyja.
Varet. Sa ko ke Anton që bën stand-up comedy? Që në 2021. Pas pandemisë filloi gjithë kjo bumi. Unë kur u ktheva në Shqipëri, unë jetova në Katar 2 vjet. Edhe kur u ktheva në Shqipëri, pash që kishte Comedy Club në Tiranë, të Mirfield Comedy Club, se më duket pas lokale që bënin, por kjo ishte për atë punë. Edhe kishte nxjerrë një postim Arlinda që e përshëndes. Arlinda është ajo goca që Arlinda ishte pronare lokalit. Arlinda ishte pronare lokalit. E po kuptova se thash si ka mundësi. E di çfarë thon, ç'a mendoja, si ka mundësi që dalin tërë këta janë perla fare del dhe kjo që s'di të bëj humor toja. Pse femër? Lokali sajtë. Edhe kishte nxjerr postim në story që kërkojmë komedian audicionet e hapura. Edhe shkoj për të bërë audicionin, no? Edhe ishte një gocë tjetër që po bënte stand-up, no? Në 40 minuta më qesha 2 herë. Në 40 minuta. Po, se u pengua njeri. Më shaka. Edhe mbaroj kjo goca i them Marlindës, kështu jam ai djali që të kam shkruar. Hajde bëj audicionin, tha mua. Kur i thash? Tani tha. Po ku i thash? Ullu te Banaku tha. Isha unë, 2 çuna këtej, 3 çuna këtej dhe Arlinda. Që është dhe ata kishin audicion tjerë? Jo, ata ishin për qefën e tyre. Nëse pun kishin të më duronin mua, ata që të shakat e këqia aty, e kupton? Edhe, por shumë e vështirë të bësh komedi kur ke pak njerëz. Kur je turn, sado mund thuash një shaka që nuk po qesh njëri me atë qeshën e ati ndjek një tjetër, është efekt domino. E unë bëra ato që kisha shkruar aty, Ika Arlindës nuk i pëlqeva. Nuk donte të më merrte. Njëri nga këta çunat i tha, po jepi një shans, se ishte i lezetshëm ai djali. I tha ti s'bën humor vetë, i tha fut këtë, po. Edhe më mori, kam bërë hapje për një djalë tjetër që bënte stand-up aty, kam bërë 3 herë hapje, pastaj si grupet e Rogut, dhe jo bëni hapje me tjetër një herë për një të famshëm edhe. Edhe kalova akt më vete, pastaj që atëherë kam qenë. Ndryshim ka ti që bën hapjen nga ai që bën mbylljen për shembull. Ai ka më shumë minuta? Ka më shumë minuta. Unë në hapje merr më shumë lekë. Ai merr zëre se të gjitha lekët. Ai që bën mbylljen. Ai që është akti kryesor. Grupet. Po, sepse është shfaqja e tij, domethënë mua i thjesht po më jep mundësinë që të dal në skenë. Jo, tani është bërë si modë në Tiranë. Ka çdo javë, po thuaj se në stand-up është me stand-up comedy. Ka. Tirana ka ecur burr se është domethënë çdo lloj ndryshimi i mirë dhe i keq që ndodh në Shqipëri aty ndodh. Edhe Tirana ka të gjitha trajtat, domethënë po të shkosh kulla zhvillimet e këto ndodhin aty edhe këto Afganistan lëqet aty ndodhin në parat. E kupton? Afganistan lëqet. Kabuli e këto aty. Jo, çdo gjë. Se mua më bën një gjë përshtypje për shembull. Do të këndon Ylli Bakës njëri. Një nga këta indianët. Jo, ishte filipinez, se këtu në Shqipëri edhe sklavëri. Këtu në Shqipëri edhe sklavëria vjen me vonese, kupton që kanë marrë filipinezët tani. Në Amerikë kanë bërë që i hy këtë. Si sklavëria, ata paguhen deri diku. Deri diku, po mirë, ata paguhen, po kanë kushte më të mira se mua se ti punojnë këtu virtual. Kanë atë ditë pushim në javë, kanë atë pushim të paguara. Si thana që me kostra me gjëra, me vila, ata në Filipine, në Vietnam. Vinin, e di kush ka qenë e forta kur punoja në Katar, kisha nga Kenya, kisha nga Filipinet. Ata kenjanët merrnin $800 në muaj. Me $800 në muaj ai kishte bler tokën atje në Kenya. Po ndërtonte shtëpinë nga zero. Hapim 10 minuta derën. Kishte bler ujë. Kishte bler ujë për fshatin edhe një push futbolli. Kishte sjellë elektricitet aty për të gjithë. Në pjesën tjetër kishte bërë varësi aktori. Edhe i thashin në orë si atë bën me $800, po i bën gjitha këto. Edhe tha që nuk është se atje qeraja tha një apartament është $50 në muaj. $50 në muaj. Në Katar? Në Kenya. Në Katar. $50 është. E vetmja gjë Galixhandi. Është ujë $50. Vetmja gjë mirë e Katarit ishte nafta me 200 lek litri. Të gjitha atyra 200 lek. 200 lek, domethënë 20 cent. 20 cent. Domethënë një karburant e mbushje me 2000 lek. Ata ishin të gjithë me Land Cruiser. Të gjithë. Tu me Golf Kaç. Mos më kujto Golfit. Se
Ja bravo. E kam 2 benzinë dhe kur unë nisa për një Gjirokastër e mendova ja 2-3 herë. Po pse se bën me gaz, o bush, se benzina me gazin shkojnë. E kam stage 2, është i modifikuar. Me stage ti o bush, e ke parë Initial D? Kë? Initial D. Po e kam parë. Faleminderit, më pash. Jo, unë për vete jam Chevrolet. Aveo. Kur them është amerikanaj? Po, Chevrolet. Ky dhe 3 të tjerë në Shqipëri kanë Chevrolet. Ajo praktikisht makina e tij është Opel. Thjesht ka ka sistema dhe atë gjeti. Jo, është një kooperim që Chevroleti ka bërë makina të vogla. Okay. Familje na bëni job apo? Kush? Si ato në policisë të kohës të Salës. Jo, nuk kanë gjë blu. Chevroleta blu që ka pas te Top Gear-i kur ka në Shqipëri ato gjë. Ashtu e kam, unë po e kam të kuqe. Ka që komunisti që jetë. Bëj thirrje të gjithë policave rrugor. Po e lash gabim. Mos më vini gjoba bëni ata. Ça bëhet në gjoba? Ktu. E mos e forta ka qenë se ja thash atë shoku këtij që po ri unë te hoteli aty, e mora tash orë ta lëm makinën këtu anës rrugës, lere tha se nga korriku gushti dalin policët as dalin. Sigurisht do piu sezoni. Bën migrimin në korrik gusht. Sa e vështirë është të bësh stand-up comedy në Shqipëri? A janë mësuar me kulturën e stand-up? Ai mund ta bëj, po jeton dot. Shqiptar, besoj në Tiranë nuk është e vështirë, po në qytetet e tjera flasim që kanë një mentalitet pak më ndryshe. Un kam bërë në Shkodër, kam bërë në Korçë, kam bërë në Laç, kam bërë edhe në Elbasan, po. Si ka shkuar në Laç, këtë dua të di. Në Laç ka qenë pak më kështu se na ka ftuar. Po ju vendosën titra në Laç, çu. Si ishim në Dibër. Edhe ka qenë, ja për shembull, këtë shakan do ta shikoj dikush nga Dibra dhe thotë se të preste derë shtëpisë. Nuk e ndajnë atë, domethënë në varësi të temës që ti bën, nuk e ndan seriozitetin nga shakaja. E kupton se unë po se që ai nga apo që nga Lezhë ai tipi që shkon, që thoshte makina po shkon deri. Makina po shkon dental, ishte nisë me shpejtësi, po friem si karamoli. Se ai e kishte herë 2 atë në YouTube. Edhe varet shumë nga tema që bën. Se është që njerëzit janë të mësuar. Brezat e rinj po mësohen. Brezat e rinj e kanë atë, kurse këta që janë pak më të vjetër janë jap një shembull. Mund të vrasin. Erdhi për shembull Anton Bello në Gjirokastër edhe bën një stand-up comedy në një lokal. Edhe lokali ka mosha të ndryshme, ka dhe rini, ka dhe një mosh mesatare 40 vjeçë sa. Ka më gruan apo të dashurën, edhe është nuk të banaku kështu si çulen nga adresi, e kupton? Cigare këtu, edhe do vetëm di lëvizje. Ka varse Floriri? Nuk është asnjë, jo. Vetëm gol, vetëm ndënja, vetëm statura. Si do t'ja bësh me atë personazhi, që ai ta kuptoj që është komedi. Ka dhe një kola të madhe. Çakare atë kolën. Të madhe me respiratë. Plumin e liris këto. Me këta tipa për shembull kështu të ka rastisur ndonjë që ndërkohë ti bën ti duke bërë punën tënde, si thua, dhe ai të shkon në Rinat. Po ky çka këto muhabete. Më ka rastisur në Elbasan kjo gjëja. Edhe derisa më tha ai tipi ishte ulur larg, po ai më fliste, unë i flisja se unë tani normalisht do mbroj punën time. Derisa më tha njëri Valera. Mos merr me atë. Shere kore pasi i ka unë, ishte zënë ai aty te lokali, po. Edhe thash unë nuk vim më këtu. Pikërisht për të bëtë. Tu në Gjirokastër, mbaj më nuk ka ardhur para 3-4 vitesh, ka bërë stand-up comedy Albano Bogdu, te një lokal në pjesën e re të qytetit, po që ajo që më pëlqeu shumë ishte sepse u kolis me një djalë, sepse juve kështu e keni. Kolis e një me një tip. Po mësoj qa fjallë këtu sot në vlog. Po që s'flasim me dialekta mamre, se ne po e mbajmë vetë. Po mbajmë tani, po përpiqem. Edhe me atë tip që do më thënë, u kolis si në fillim me atë e mbajti deri në fund. Dhe ai nuk e dha veten, ishte shumë i qeshur, ai është një shoku im, Kadriu. Diu. Përshëndesim. Ishte me dy shoqe,
Po e ka bërë Albano kur do them Leck. I shkret. Shpëni thoshte aty, nuk ka çuna Gjirokastra i thonë këtë gjetët. Kadriu është në atë paktët e grupi jonë që i kanë flokët që 29 vjeç. Kadriu meritoka. Edhe më thoshte se vajti mori ca kështu, ishim ditë pinin kafe dhe ta ham në një çokoladë, ta ham e tash. Edhe Kadriu pyet kur ha çokoladë. Jo, e kupton se është ajo që kush ti marri me lekë të kujtë mirë. Po prandaj pyet. Edhe vajti mori dhe kur u kthye ngjitej nga shkallë i tha njëri, "Ore sa këtë do ka dalë aty i tha." Kështu pa i folur fare direkt tu. Kam në vet i tha se ka kështu vitamin D i tha të dielli, tha se kishte një Solar. zonë pa flok fare. Mos ishte çifut që vën atë këtu. Kapelen. Kurse edhe një pjesë e bukur prap e Albanos që kur u kap, do me thonë bëri shaka me DJ. Ishte një DJ, Leti Sinani, e përshëndesin DJ, po tani ky është pak i shkurtër. Edhe i tha, ja, në Gjirokastër, marrin gjysmë DJ, po se e DJ. Do me thonë që Kishte material. Janë batuta që bëhen. u kënaq, do me thonë. Varen nga njeriu që është në audiencë. Sa kam bërë dhe unë shaka të tilla me njerëz edhe s'ma kam marrë për keq, madje kanë qeshur. Ka njerëz që e bëjnë unë shakan, i fut dhe një më të keqe për veten ai. E kupton, po e di që Ka në një rast që të ketë, do me thënë, ta ketë marrë shumë keq ai, të thonë, të ketë thënë ta të preste dera ose të pres jashtë, ashtu është. deri tani jo. Shqyr zoti Mirë. deri tani jo. Po Mos jam aq keq nëse. Unë mundojmë të bëj një gjë, do me thënë, nëse do merrem me publikun, e para do bëj autoironi, që ta kuptojnë që veten në nivelin e të Është gjithëve. ajo 94 që thamë vit. Bravo. Që ta vë veten në nivelin e gjithë, pastaj okay, do bëj. Po pash në njerin që më shikon kështu dhe s'ka një sy, mos do bësh ata me ato. Se jam budalla. Një histori e kam se ka vetëm një sy. Jo vetëm. S'do ta zbuloj sot. Çe bondon. Kam të me dy sy me dy krakte, bjeri këtu çfarë? Humorin ti prandaj e bën, të ndodh një gjë e keqe, nuk do rish ta lësh atë gjën e keqe të definoj Po kush ti e je. ke vënë momentet më të vështira për të mbajtur të qeshurën është në varime e kështu kur vete Po. të urosh, ja, filloj. kur vete të kështu Të mbushëllosh. Shpëtuan nga ky. edhe është ajo skena me Vasilaj Evangelin, ajo që ka nisur të gjithën. Perla fare. Nuk ka humorist mbi ata. Vasilaj Evangjeli, Koço de Vole, Kanë qenë brez tjetër. Revolveri. Unë dita ashtu për shembull kur Me Bega. Po. Ikona. Mundohesh më ka thënë një profesor, u futa në leksion atje si çai thashin budallik, më Çka ka thanë shkolla e bëre ti? financë. Financë, bank. Financë bank. Bërë syze e qira, aty te ajo autostradë vija. Tip kështu. Nuk e ndryshon. Është e çuditshme në Selanik, se Selaniku është si qyteti që ka komunitetin hebraik më të madh në Ballkan. Zgjodhe vendin e dur për të bërë financë bank. Shikondi? Prandaj s'më futën punë ata kurvat atje më. Po duhet të jesh pjesë e grupit. Do të jesh pjesë e grupit. S'kan të gjitha. Tani çmendim ke për humorin në Shqipëri jashtë në nivelin e që duhet. Sepse po shohim shumë veta që thonë për shembull neve, i falenderoj shumë që na thonë që ne ndjekim juve dhe na kënaqni me podcastin se sa ndjekim këto emisione të tjera, jo portokalli, jo ku diu. Neve jemi realista. Çfarë janë emisione televizive për mua nuk është se ka në një nivel. Njerëzit duan shumë të shikojnë një muhabet me tjerët. Vër një kamerë kur ulen 4 çuna në tavolinë dhe do mekesh me lok. E kupton? Se sa të shikosh ato që janë tipin, më fal. Është ai tipi që rri me ata me raki në Leskovik. Ka edhe na 5 video vetëm ai. Ua perla shit. Si thon mirëmëngjes i greqisht i thot. Është si me mjekër, si me kështu që pi raki që thotë kjo do burra. Jo, jo ata që janë 4 veta një kështu pjatë me salcë dhe raki aty. Ajo është ka një 300.000 shikime një tek video aty.
është gjë që nuk e ka vrarë syrin dhe veshin e njerëzve. Se në për këto emisionet janë të njëjtë skenaristja, është e njëjta gjë që përsëritet dhe pjesa më e madhe s'kan humor, kanë imitim të diçkaje. E kupton ti po bën një personazh. Vjes pas. Që në kohën e Odisej Grillës. Odisej Grillës. Që kur kishte vetëm një televizor edhe një emision. Me Milanin apo jo? Që 6 vjeç. Që 6 vjeç me Milanin. Kam vuajtur një jetë. Po përpiqesh ata doja pak më shumë. Kam vuajtur një jetë. Fillimi ishte i bukur, po që desh plaku tim se më merrte që shikonim ndeshjet kur isha i vogël, edhe një shoku plakut më ka dhënë shallin e Bjerofit. Kur kam qenë, ai kishte loto. Oliver Në 98 kur ka qenë Bjerofi aty. Ka qenë deri në 2000 me kokë. Mjeshtër. Më i miri tëra korave me kokë. Bjerofi edhe kur i thoshte njëra hajde bëjmë seks futemi kokë. Kam 2 koka. Edhe që atëre me Milanin, pasaj kur erdhi Sheva, erdhi Kaka, ishte... Më të vesh i bluzën e Po për në interesit që mendim kjo. Ha? Për në interesit që mendim kjo. Apo një bukë. Se në bëndë të prish gojë. Bashkëbuajtës, me ridiku. Jo. Bashkëvuajtës nuk jemi, se ne jemi shumë më lartë se Interi. Mirë, jeni shumë më lartë. Historikisht. Ama neve jemi të fundit në Italia që ju kemi nderuar në Europë, në Champions League. Keni Milani ka qenë në 2011-ën. Që në ishte në gjysmëfinale me Interin, ndodhi ajo që ndodhi se Pioli është ropshir. Çfarë mund të presh nga i Tullaco, blat? Një arsye ka pse I ka rënë flokët. Është njëri I keq. Ja. Kadri. Po për Shqipërinë ç'mendon për Shqipërinë? Për Muçin. Pse nuk u fut Muçi olla ka gjëna? Se këtu s'ka meritokraci. Edhe në kombëtare s'ka meritokraci. Më fund. U fut me gjithë respektin Pilua. Po vlla, ne po prishim tradita. Pilua 3 ndeshje ka bën. Po mirë, çka kërkon para Muçit? Emrin një javë kishim dëgjuar. E pra, çka kërkon para Muçit? Ne po prishim traditat tona. Unë e bëra edhe batut këtë. Domethënë Shqipëria mundet në eliminatorët e Kupës së Botës 2-1 nga Polonia për gabimet të trajnerit. Nuk fazohen shqiptarët sepse jemi mësuar të na e fusin udhëheqësit. Gjina. Na e fusin Bluetoothin. Bluetoothin e... Nuk është se ishte në një formë të mirë. Kjo është e video? Futi pak Bluetoothin. Futi pak Bluetoothin. Që Polonia ishte cop-cop. Bërë gjithë cop në fare, mua me të të raj Zielinski, mo. Nuk ishte rajtë. Të raj, zoti madhe. Kishte rastet për të vajtur 3-0, kisha mbylla të muhabet, e kupton edhe. Do presim edhe 4 vjet të tjera domethënë. Ne kemi një jetë që presim, mos më na fuzin në Europë, do futesh botëror. Po afruam një çiko, po kështu e kemi ne, hapen negociatat, afrohemi, thonë ata. Po më duket se u ngrivën prap në këto negociata. Po gjithmonë. Sot e dëgjova. Ashtu është gjithmonë. Ja ideali që pyeti Ramën se çai tha, apo pres të hapen. Po pres ta. Ju kështu e keni vaj, ta afroni, pastaj apo do presim më pak. Ishin 9 veta që dëgjova unë që kishin Edi Rama vdes për foreplay. Që do me thënë janë këto lojrat para seksit, po s'ta fut asnjëherë. Vetëm te eksiton. Të qonë në nga jo pika e thot bol, të këtu jam. Po na qitë pak në më vani këtani. Të përshëndesim mirë të ndjekësit tanë, ku do që në ndjekin në TikTok, në Instagram, në Bulgari. Në Bulgari. Në Bulgari, thot. Po mirë në Suedi, në Bulgari, ku do që ndodhen e mishë të dëshur. Në Costa Rica. Vazhdoni në ndishni, sot kemi Antonin, nesër do kemi... Antonin se janë dhe nesër.
Jo, bie fjera me thënë nëse do kemi dikë tjetër që do të përpiqemi t'ju kënaqim kaq sa ju kënaqim. Çunat kanë një vibe shumë nice, të paktën në muhabet unë shere parë që i takoj edhe ka ecur muhabeti kështu që Ti shumë faleminderit. Është kënaqësi, edhe më ka thënë 100 euro, hajde një në Gjirokasë, thash do me qi kur të vet atje. Pastaj më jam i martuar, lere bash, do vi. Unë e dëgjova edhe me kufje. Është në rol, Mos e veni seriozisht. Se ne kemi pirçik, nuk dihet ku mbaron. Jo, ishte. Do shkosh tash dark, ha? Do dark te fura. Çan shku për të nxjerr Ledion Muçaraku, ne? Duhet me eksitoj kjo mua. Por e çmendim nga për këta, janë ca tipa në TikTok. Po ne mbyllim tani. 2 minuta. Si do çani kullet za 2 minuta. Për këta tipa? Është një grup shqiptarësh që kanë shpërthyer fare në pandemi që e shikonim keq të Ledionin e këta që ka hapur ka PlayStation i ka vetëm një emër. Në 21. Është papa, që sado vulgare kështu janë të dashur nga publiku. Garida vlo. Tani shiko se duhet parë edhe qa publiku ndjek. A mo të gjithë ndjekin? Jo, TikToku moqa mesatare që ndjek njerëzit është 15, 16. Është ajo plaka këtu në kode shtufi që futet 3 herë ditën, 4 herë ditën live. Ka na një na 2 divit. E kupton, do ketë. Se më kanë thënë dhe mua kur fillova me TikTokun atëherë që më thonë, futu live, bëj budalligje, pse s'kan nuk ka qenë ndonjëherë është punë e Milanit, e ka dhe Milani 1 euro, ka 2-3 lojta, nuk është blos komplet. Jo, po unë jam që në qofse do të rish një kohë të gjatë në këtë biznes, do të jesh cilësor. Ajo është ideja. Unë prandaj jam munduar të bëj edhe te pjesa e stand-upit, kam qenë në fillime kur bëja humor që isha i ri në sken. E kam pasur shumë, edhe fjalorin e kam pasur më pishtë se kuteja, po të them unë karë do qeshin këta. Imagjino po t'ua tregoj, që edhe ka qenë ajo ide që po të thuash këtë, po me kalimin e kohës duke bërë një shaka, se po të shikosh nocat e mia në fund me shaka, jam munduar ta kthej në atë që të ketë edhe një substancë brenda. Domethënë ti kur bën një shaka të ketë një gjë nga brenda që njerëzit tonë tale se e kam menduar dhe unë këtë. Me mos tjetë thjesht të bëjmë për qeshur sa për të bërë për qeshur. Diçka kur del nga shfaqja ta kujtoj një gjë. E kupton, ta mbaj më një, se kam shumë student, kam bërë një shaka me osmozën. Kam student mjekësi e pa fund që akoma më thonë ore është e kujtojnë sot e kësaj dite. Edhe si e kam shpjeguar unë, osmoza është këtu në gisht ka ujë, po brenda në ujë ka më shumë ujë. Kjo që është osmoza. Kjo është osmoza, dhe fut gishtin ti dhe del ujë nga gishti, futet te ujë. Edhe kjo është me pak fjalë. Edhe ndodh po vlla, si jam student mjekësie. Asun, po çfarë lidhje ka? Edhe ka qenë kjo ndodh dhe te meshkujt dhe te femrat, po unë kam dashur të studioj si ndryshon te meshkujt dhe te femrat. Në ujë. Edhe ndryshon te fakti që meshkujt kanë më shumë kolagjen në trup, që do thotë që lëkura rrudhet më ngadal. Gocat kanë estrogen. Gocat, po inshallah se goca me hidrogen. Jo makina. Se goca me testosteron është problem. Edhe meshkujt kanë më shumë kolagjen, rrudhet më ngadal lëkura. Kurse femrat kanë më pak edhe rrudhet më shpejt. Tani kjo rrudhja e gishtave në ujë nuk ndodh nga osmoza. Është teoria e evolucionit. Teoria e evolucionit thotë që në aty të rrudhen gishtat për të mbajtur diku, se kujton se je në situatë të rrezikshme. Dhe që të mbajsh dhe mos të rrëshkasësh. Tani, se çdo gjë që rrudhet do të mbahet. Jo çdo gjë që rrudhet duhet të mbahet. Kur s'ka shumë rrudha mbahet. Kur është me
Edhe tani kjo rrudhja ndodh nga teoria e evolucionit, dhe edhe teoria e evolucionit ty të thotë që femrat janë ato që duhet të lajnë nenët. Se nuk i shpëton plata nga dora. E kuptova osmoza. Pra, Personazh publik i Harry Potterit na thotë. E më çmende. Po i flet grosti? Po i flet grosti? Jo, bie fjala. Bie fjala. Se po ishte shumë drejt për drejt. Po ku i diet? Unë kam jetë që i laj veten. Por e të shëndur do njerë në isha ka. Se unë në rastin tim, unë bëj ture, guida, turistike. Ka vende të caktuara që duhet të thuash të një të shaka dhe ti ka provuar disa dhe po eci një mban atë. Që vazhdon ecën e mban, po unë kam po bën vitin 9-10 që po e them atë shaka. Të ka ardhur këtu. Jam lodhur fare. Jam lodhur. Prandaj bëri pauzë nga 2-3 podcaste ta valla jam çmendur ta lë. Nuk vi. E mirë tani. Ju ju bëre se do bëj pauzë akoma po. Se shakaja është si punë e seksit, kur e bën me të njëjtin person shumë herë të mërzin. Shiko, nuk është se kam bërë Vëj shaka. Vëj shaka. Po kare të bëjmë e vëndin. Se po e bëhet në të njëti vënd shakan, të lodhët shakan. Po, të ndryshojnë qik ato... Këndi. Ndoje shakan, ose... Jo këndi more. Këto... Vëndin në shakan. Rreth e rotu. Ambienti për rreth. Ambienti për rreth. Po unë s'mund të ndryshoj kalan, ambienti për rreth, në të ardivistë. I ka kalan shpine se kanë... Ishte kardiqë. Po s'vjen batuta, po. Shpik një batuta. Po ta thoj e ti këtë të osmozës dhe bujësori, s'do qeshte njëri. E drejt. Qa do të them të bujësori, unë nuk qeshin njërës. Se unë kam qenë vete, bujësori dhe qena 2016 që kam lënë, kam filluar qesh. Se ishte një periudhë... Si është kësi Harry Potter nga Gjirokastra. Mosaro, qifqin, o ta provosh, apo ke provuar? U bëra gati ta provoja që parë, po nuk më sollën asnjëherë porosin, mo çfarë bën ndodh këtu në Gjirokastra? Çfarë më ndodhi be? Kishte shumë veta dëgjova. Po vetëm unë me bële si aja kullore. Ore vetëm të porosisnin për të ngrënë, porositën një sallat, një makaron e një pinca. Po. Pinca janë këto katrore, kështu. Pic po drejt këndshë. Është në ato që merret fulet në mikrovash. Shkoçi po, ai di pse kam bërë atë se të ngelet brum nga cepat. Edhe ato bën një gjysmë picë tjetër edhe. Po dëgjoj pak tani se sa kursen. Ne vajtëm aty, po kërkonim vend për të ulur. Edhe unë do ulesha te lokali përballë. Po kujtova se ishte I njëjti nga të dyja krahët. Ashtu e kanë kulturën, ashtu e kupton gjithë që kanë. Edhe kaloj aty, më thotë ajo goca, po kërkoni vend, po I thash po mendoja të ulesha këtu, I thash për tjetrin, e kupton? Jo tha ke vend aty në fund. 2 vjet sherën e Ula atje në fund. Ule atje. Edhe erdhi çdo porosist I thash këtë, 3 gjëra, edhe ujë dhe kola 5. Mos e kanë ngatruar këto të dyja, nuk e di. Edhe ulëm 1 orë 1 çerek për të ardhur sallata e para. Me ato specat nuk e di ku I kanë marrë, po si ka marrë te koshti më bursën. Prit ne, jashtë kur të mbaroj do më thuash vendin. 1 çerek shakaja. 1 çerek për të ardhur sallata. 20 minuta erdhi risotto me kërpudhan e kishin porosit makarona. I tham kështu, iku. Pilaf, jo risotto, pilaf. Mire ka, se unë atrova dhe risotto. Edhe iku. Ska risotto 2000 lekë. Jo, s'ishte 2000 lekë. Ishte 2000 lekë I thoja silla këtu. Edhe bëja I sakrificë. Edhe vajti e ndërroj, solli makaronat pas 20 minutash, te lokali përballë kishte ngrënë një familje me 3 breza. Ishin gjyshrit parë, mbaruan ta erdhën fëmijët e këtyre, erdhën edhe ca të vegjël pastaj. Ushqim të tëra. Me nga 2 pjata, ta hani nga një orë. E disa pica kanë ardhur përballë apo jo? Një 12 pica. Mos më erdhi një. Edhe në fund I thash ma bëj çik faturën. E solli faturën kaq ta, as në faturë si ishte pica fare.
Po si përfundim tani, ku hyn pizzat e kjo modet? Që së ngrave, janë pa ngrave akoma. Lena të vejta ju. Janë pa ngrave, dhe i këtë fura nga i nati dhe dhemi tua zare. Ti nxeri natin e gjinokastrës. Te fura nuk e... Do gjej lypsa do jam qimçakis që të përtype, po mos të ngobe. Te fura nuk ka shaka, vlla. Po vajte te fura. Se e kemi tonë. Jo, përveç asaj. Jo, s'është cilësia janë. Do më kujtosh. Do shkosh dhe do. Atje do vim. Se thash që që parë, po e lam për dark, se okej, dark. Jemi brenda orarit. Ne do të pak më lart, te gale. Po kështu pasaj mbaron të ngrënën. Ke ku del këtu? Jo, nuk të them, sepse do mos mundesh në ato stand-up-e ato. Nuk flas. Nuk do jap material. Paguaj. Unë të uroj na zëmra ta ke shijuar Gjirokastrën. Dhe pse jo të rikthesh prap. Do vi këtu që ti kin Saran. Shumë bëjnë të shqisë. Pra miqtë të dashur, kishim Anton Bellon sot, Xhero Topulli, Ergest Elmaz Aldini. Anonim dhe lutem. Shumë faleminderit të gjithëve. Vazhdoni na ndiqni, like, comment, subscribe, si quhet ato? Subscribe dhe do i përgjigjemi çdo komenti. Të gjithëve. Era ti që shon. Sidomos atij që shon. Falenderojmë të gjithë. E këta që bën të mundur të emision, Friends, çunat Tani Selian dhe Martini për to koktelet e mrekullueshme. Fura Restorant, Antigonea 2000, e servis Enea Shalarin, DJ Artitin, Enzo Atini. Ja pra si që është bërë tradit në emisionin tonë, kemi një dhurat nga Enzo Atini për ty, Anton. Pra da e ta kujtova se do me ja dhuratës. Ja vëndë me shënjë këto. Po kisha jo. Mund të vëmë atë personin. Mund të ja dhurat atë Enzo. Çka ka këtu dildo? Jo. Mund të për të shikosh. Është një orë birzulik, besoj. Shikoje. Kështu s'më ka dhëna s'kaku. Se e futu në Big Brother, ja, Kaç bëjnë ata atje? Po marrin. Ata marrin çdo javë. Po mirë lek njëri me vet. Ku ta fusun? Kështu ku ta vës? Edhe po të futesh e Big Brother se do ta fitoje. Ja, super. Ta gëzosh. Faleminderit Enzo Atini. Shumë faleminderit të gjithëve. Ishte kënaqësi. Kënaqësia është edhe kismet që jemi këtu. Po. Një person pozitiv gjithmonë. Njeriu duhet të ketë humor në jetë. Duhet të ketë që në kjo jetë është kurrë. Ja gëzuar. Kjo jetë është gëzuar. Zoti i madh. Se u kemi lind për të vuajtur më qip, shumë. U mbyll. Kështu do ta mbyllim. Mbyllim me këtë mbyllim. Edhe do t'ja uli zërin avash, i futet sigla.